Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka nisur zyrtarisht numërimi i votave nga diaspora, përkatësisht i flet votimeve të hedhura në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës, ka njoftuar KQZ-ja në faqen e tyre zyrtare. Votimi fizik jashtë vendit u zhvillua me 27 dhjetor 2025 në 29 përfaqësi diplomatike të Kosovës, të shpërndara në 18 shtete të ndryshme të botës. Nga gjithsej 19.187 shtetas të regjistruar për të votuar në këto misione, 16.165 e ushtruan të drejtën e votës, që përfaqëson një pjesëmarrje të lartë prej 84.24%. Të gjitha këto fletvotime tani janë në proces numërimi. Pas përfundimit të numërimit të votave nga përfaqësitë diplomatike, procesi do të vazhdojë me numërimin e fletvotimeve të ardhura përmes postës. Deri më tani janë tërhequr pako nga 2 kutit postare jashtë vendit, nga Berlini i Gjermanisë dhe nga Berni në Zvicër. Nga këto 2 kuti postare janë pranuar mbi 28.500 pako me fletvotime. Pas vlerësimit dhe verifikimit nga shërbimi votues i KQZ-s, janë aprovuar 27.600 pako, ndërsa mbi 950 të tjera janë refuzuar. Arsyeja kryesore e refuzimit ka qenë mungesa e dëftesës së regjistrimit të votuesit brenda pakos. Si rezultat, në procesin e numërimit do të përfshihen gjithsej 27.600 zarfe me fletvotime. Sa i përket votimit me postë, rreth 58.000 shtetas ishin regjistruar për këtë formë votimi. Procesi i tërheqjes së pakove ende nuk ka përfunduar dhe do të vazhdojmë më 2 deri me 5 janar 2026. Vetëm pas përfundimit të këtij procesi do të dihet saktësisht se sa votues nga diaspora kanë marrë pjesë në zgjedhje.